Wallahi, ja kanë melëshu, ata shlirimtar ja kanë me na pa sherrin. Dërë me na shtimi anis edhe njëherë. Wallahi, si lom na ata shty mshiren e tyne, e mshiren e Serbisë atje, kur kret kena më shkri denja, na qka jem shqiptar. One i pari ty besëmëdhimet jeta me dhonë, mëso një fije kostë, besonin zëtë s'kini rënë. Ma mirë është me dho jetën, edhe me pështu shlirimtarët e me pështu atë ven, se sa me fitu Serbia në arenën ndërkombëtare me shpionat e vetë që i ka t'instalu në Kosovë. Unë e di që kanë me i lëshu, ja kanë matë pulsin pak shqiptarëve qysh po reagojnë dhe kanë mu liru me emër të Allahut. Sepse për ndryshe ka mu destabilizue rajoni. Unë e di që shumë shqiptarë mendojnë si unë edhe kanë mu qunë kam krejt. Vallahi, si lom në mshiren e tyne, ata shlirimtarë që marrën frim, shlirë, sa kem liria pavarësi falë tyne, kur ta shok të tyne pak duhet ma shumë më interesue, po nuk e di, këta i kanë qitë pak senet në Terezi, që është ma mërmenja mua dhe pritojnë mi prishtash senet e veta, po ashtu nuk bën me llogaritë. Unë me mashtru me miliona pej, su e dije dejnë Kosovë me thonë, a pi dënë që ta miliona krejt me mashtruhe. Apo më lëshu shlirimtarët, unë thëmë, ja, miliona si du, po më lëshu shlirimtarët. Sepse nëse dënohen ata, dënohet liria, pavarësia, dënohet Kosova, dënohet lufta, na po bim si kur me ka agresor, edhe çdo gjë përfundon të më thonë favor të Serbisë. Unë kështu e shoh. Këta qeveritarët që kanë pas pozitën, qeveria ta zoti Marroft, ta në vend si mu ju nimu këta shlirimtarëve, këta ju kanë nimu atyne, ju kanë qo dosje, javnalin pagat, dhe më thonë qeveria aktuale ka dëshirë që ata mu denu, sepse atë këta e din që me bo më lëshu ata, ta mos kanë ven aty. Edhe këta me çdo kusht kanë dëshirë më denu, po pak po mjetë hatri, jo pak po shumë për këtyne që i kalon Hashimi, që i ka bashkëpunu me ta Hashimi, që i ka shok Hashimi e Kadria, edhe ata tjertë. Këta u duh me bo pak ma shumë, po unë e shoh që këta në farformi kanë qitë senet në Terezi, edhe tash mi prish ato, është pak problema, din ju duket më spahupu ma nekne, po këto situata nuk llogaritën paret as humbja, po llogaritët qysh me shpëtu shlirimtarët tonë. Për ata dhe në pozita nuk bëmi si Tulli Farmajmuni edhe Tulli Farpiskavica atje me ta udhëheq shtetin, sepse psojmë disfata një pas njëshme. Aty do të me kon njëri real, do të me kon njëri drejt, trim edhe atë dëtar, për me qeveri se kam fjallën një ven. Bëdjava këta dalin me të deklarata keshe bajegjem pro shlirimtar, se këta ditën flasin qështu, natën flasin edhe rrin me vuqisin. Unë jam i bindur për këtë punë. Prandaj unë shpresoj që kanë mu liru, sepse edhe ata din që nëse na i denojnë shlirimtarët, e denojnë komplet lirin, pavarësin, NATO-n edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E din ata shumë mirë. Çka flasin prokurorët e kanë qatë puna ta paguhen, morin miliona, flasin për pare. Por nuk mirë dhe parasysh, unë besoj që shlirimtarët do të kemi në Kosovë kismet për Zotit. Ju përshëndet Basanor.